Pejgambert e Allahut të gjithë kanë qenë edhe, përveç pejgamber, kanë qenë edhe familjar, po kanë qenë pedagog. Çfarë do të thotë kjo? Se ato që ta ka dhonë edhe e ka përjetu vetë, e ka ndje vetë, e ka prejk vetë. Se ke po nga njerë nëpër mediat bashkëkohore të paraqiten persona si ti jesh bashkëshort i suksesshëm, ndërsa ajo është i pamartuar. Ose si ti jesh babi i suksesshëm, edhe si ti edukosh, ai s'ka fëmijë fare. Çka mund është ti më kallëzu mu pa ndje, se fëmia i ka rrojë këto. Ti fol me gjuhë, me marrë gjuhës, ndërsa unë flas me këta. Ti e ndjen që to dhe që to, ndërsa unë e ndjej këto, ose ti. E pejgambert jo, të gjithë kanë qenë familjar, të gjithë ju kanë nështu qëti procesit, sikur na martesave, krizave që janë jetën bashkëtorë, krizave ekonomike që besa, pastaj fëmijët, edukimin e fëmijëve, pastaj janë raste që për më na dhon neve dhe mësime që ka mundësi që ti e kryen detyren edhe prej familjarë që ka me të kundërshtuar. Se dikush të qysh ka mundësi, për shembull, Nuhi a.s. afërnimi vjet i ka thirrë njerëzit, e pastaj ju kanë përgjigj pak, po edhe me e rënd kur i thua edhe kur e lexon që gruaja edhe djali kanë kundërshtuar, ose te Luti a.s. ose ka pejgamber të tjerë kështu. Po kjo është një ders për neve, edhe bashkë për neve hoxhallarëve, që ti nuk do të më ndalë pi davetit, sepse disa ke pa thojnë kur janë në fillim të davetit, po çka kam i thirrur e kon familjen time s'po falim. Jo, na filloj për familjes, ç'është na ka mësuar Zoti. Fillo pra, thirrrit rreqa vrejtën familjarëve. E morën mirë, na vazhdimsi jemi të kujdesshëm ndaj tyre. Amo na kalojmë pragun e shtëpisë, dalëm edhe te fqinjet, dalëm edhe te tjerët, dalëm edhe për te qytetit apo për te shtetit, sepse daveti nuk ka me thonë një rreth apo që me thonë një getoizim, veç mrena që aty një rrethit ngusht. Ne more mirë, s'ne more peloj, jo more, e more të mirë, se more, vazhdo me tjetër, me tretin, me të katët, me pestin. Pastaj pejgamberët, është interesant, kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj familjes, shumë të përkushtuar. Edhe me gjithë përkushtimin, kanë pas çka kundërshtar ose refuzues. Që do të thotë se edhe në kohën bashkëkohore, për të gjithë besimtarët musliman janë motiv se si duhet me punu me gjithë kundërshtimet, me gjithë ndoshta edhe talljet, me gjithë refuzimet, me gjithë atë që me thonë runa zot ndoshta edhe dhunën psikologjike që ta bojnë, ti do të me koni i pandalën në ato që ti thret.